Selia e Shenjtë ka njoftuar se ceremonia e funeralit të Papa Franceskut do të mbahet të shtunën, më 26 prill, në orën 10:00. Trupi i Papës do të vendoset të mërkurën për homazhe në Bazilikën e Shën Pjetrit, ku do të qëndrojë deri në momentin e funeralit. Papa Francesku kishte kërkuar që të varrosej në një arkivol të thjesht druri, përkundër traditës që parashikon përdorimin e arkëmorteve të gdhendura dhe të materialeve të veçanta për papët. Në amanetin e tij të shkruar para 3 vitesh, Papa kishte kërkuar që varri i tij të mos ndodhej në guvat në Bazilikën e Shën Pjetrit, por në kompleksin e Bazilikës Santa Maria Maggiore, një prej 4 kishave më të mëdha papale të Romës, ku ai lutej çdo të diel. Ai kërkoi që varri të ishte i thjeshtë dhe pas bukurime, përveç emrit të tij papal, Franciscus. Pjesëmarrës në funeralin e Papës do të jenë lider të shumtë botëror, përfshirë presidentin amerikan Donald Trump dhe bashkëshorten e tij, si dhe presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, të cilët kanë konfirmuar praninë e tyre. Kjo ceremoni do të shërbejë si një moment ngushëllimi dhe përkujtimi për besimtarët katolik dhe jo vetëm, që kanë ndjekur udhëheqjen e tij shpirtërore.